Me sa partner njëkohësisht dhe unë... Edhe Brikens. Edhe Brikenas. Dhe punë e Dubai, që ti e di sa ka qenë Dubai dhe unë thash po, dhe do iki prapë sa dal nga këtu. Dhe kur thëdhe ti shik shok, unë ti se morë për ofendim. Nuk e marë, sepse nuk prekem. Tani, unë nuk du ta shfrytëzoj situatën këtu në Big Brother, se unë di shumë mirë të faktorizohem, hajde më sulmoti, se unë di që ti e sulmu shumë e matë mrena. Unë me dasht, këthejmë qatheti, kush je ti je këshu, ti sulmon, femra ti këshu, ti ja këshu. Por unë nuk kam dëshirë të faktorizohem për këtë gjë. Ka njerëz që nuk e kam problem që ta... Viktimizohen. Jo vetëm viktimizohen, faktorizohen. Do me thënë që faktorizohen... Viktimizimi është faktorizim. Tashi, ajo nuk u viktimizu. Tani, ata thojnë pram example, shembulli më mirë është Juela sot. U viktimizu sepse me drejt. Po prit pra motra tani. Ajo quhet që bërë ti ishte viktimizim. Po jo se e bërë ti me qëllim, ishte me drejt. Dhe të nolli e që të nolli. Këtë du me thanë. Ore, është realisht historik. Kësaj që tha kjo ma shpjegove shumë bukur, që unë nuk du një situatë në Big Brother që të dalë, që ti po më sulmon për partnerët e mi, ose jetën time seksuale, ose ku di unë qa, dhe ta shmangë për. Pse ti s'ke tentu në fillim me më sulmomu? Ty? Po. Jo, mi? Jo, fillim ti ke bërë të njëjtat komente për gjithë. Mi, okej. A rashpre? Jo. Se s'kam dashur, thot faktorizohem. Pse? Pse, ajo ishte mënyra më mirë... Po se s'kan prejk në mëtra? Përveç asaj, ajo ishte mënyra më mirë që unë t'ju aloj, që shiro gerti, më sulmon... Qa pytjesh bën ti, e t'ishte sulmu kjo, qa kujton ti? Ta mora me qeshme? Po. Se ta di provokimin?